وتلك المشاهد الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله madhëruar thot në Kur'anin Kerim, muaj i shenjtë i Ramazanit është muaj në të cilin Allahu subhanahu wa taala zbriti Kur'anin, udhëzues dhe udhërrëfyes në rrugën e drejtë. Është muaj në të cilin Allahu subhanahu wa taala e solli si arrishin e parë për të udhëzuar njerëzit nga errësira e ignorancës së mohimit të Allahut dhe adhurimit të zotrave të tjerë, për të udhëhequr ata drejt adhurimit të Allahut krijuesit të gjithësisë, një të vetëm dhe pa shok. Vëllezër të nderuar që jeni të pranishëm në xhami, gjithashtu dhe ju vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara që na ndiqni nëpërmjet valëve të radios islame dhe televizionit islam, ju përshëndesim përshëndetje e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut të madhëruar qoftë mbi të gjithë ju. Sot, inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala, në këto minuta që kemi në dispozicion, do të flasim rreth asaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka orientuar ummetin e tij. Dhe kjo është koha e syfyrit dhe koha e iftarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: o besimtar musliman, dhe duke na u drejtuar të gjithëve ne, duke thënë që ngrihuni për syfyr, sepse me të vërtet ngritja për syfyr dhe ushqimi në syfyr ka një bereqet të madh. Gjithashtu pejgamberi i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me iftarin ka thënë në një hadith: agjëruesi në kohë të iftarit posedon një dua e cila nëse i drejtohet Allahut subhanahu wa taala nuk i refuzohet. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot: me të vërtet dyert e qiellit janë të hapura për besimtarin musliman dhe për besimtaren muslimane në kohën e iftarit. Ai që ka mundësi të lutet në këtë periudhë, le të lutet Allahu subhanahu wa taala me duan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, që do thot: o Zoti i madh, ti je falës, ti e don faljen, prandaj më fal mua dhe më mëshiro. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar sahabët e tij që në kohën që çelim iftarin ne të lutemi me duan: o Zoti i madh, o krijuesi i gjithësisë, për ty agjërova, ty të besova, tek ti jam mbështetur dhe tek ti unë pres me begati, dhe tani po bëj iftar dhe inshallah Allahu ma pranoft. Vëllezër të nderuar, rreth këtyre haditheve që ne i lexuam më lart, do të flasim disa fjalë. Fillimisht le të ndalim në pjesën e parë, të cilën e orienton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, i cili thotë: ngrihuni për syfyr, sepse me të vërtet ngritja për syfyr, ushqimi në syfyr ka bereqet për besimtarin musliman. Besimtarët musliman ngrihen njëri pas tjetrit duke e falendëruar Allahun dhe duke u lutur Allahut subhanahu wa taala. Ata fillojnë të ushqehen herët në mëngjes duke pritur nga Allahu subhanahu wa taala mëshirë, që ai t'i mëshirojë në jetën e kësaj dynjaje, t'i mëshirojë në ditët që vazhdojnë të agjërojnë Ramazanin dhe t'i mëshirojë ditën e gjykimit kur dalin përpara tij në xhenetet e larta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër i këshillon besimtarët musliman që të ngrihen për syfyr.
të ngrihen për syfyr, sepse thot në këtë lloj forme ju kundërshtoni dhe veproni diçka ndryshe nga çka veprojnë jehudit apo të krishterët, cilët nuk ngrihen për syfyr. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka orientuar që ne të ngrihemi në syfyr për të kundërshtuar dhe për të vepruar ndryshe nga sa veprojnë të krishterët. Gjithashtu, përveç dobive të tjera që ka agjërimi në aspektin e bereqetit dhe vetë syfyri në aspektin e bereqetit që Allahu subhanahu wa taala i jep besimtarit në jetën e tij, ajo ka dhe dobi të ndryshme, dobi të tjera për shëndetin. Natyrisht në periudhën e vapës, në periudhën e nxehtë të temperaturën e lartë të verës, nëse një besimtar musliman nuk ushqehet siç duhet në sabah herët apo në vaktin e imsakut dhe në vaktin e syfyrit, ai gjatë gjithë ditës së tij do të ketë probleme dhe duke pas probleme si rrjedhoj e paksimit të lëngjeve dhe si rrjedhoj e paksimit të dukshëm të ushqimit stomakun e tij, do të fillojë që do t'i ndalin ndoshta edhe sëmundje të ndryshme të cilat mund të vinë nga uria e gjatë e periudhës së verës. Gjithashtu edhe puna e etjes. Ndërsa ajo për cilën ne do ndalemi pak më shumë është periudha në cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, besimtari musliman ka dy takime. Besimtari musliman ka dy gëzime në dy takime. Gëzimi më i madh i besimtarit musliman, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është në vaktin e iftarit kur e çel iftarin, dhe gëzimi i dytë i besimtarit musliman që është i madh do të jetë ditën që do takojë me Allahun subhanahu wa taala në xhenetet e larta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka orientuar mbar muslimanët që në vaktin e iftarit, para se të çelet iftari, besimtari dhe besimtarja muslimane pasi të ketë marrë avdes, të drejtohet nga kibla dhe ta lusi Allahun subhanahu wa taala me lutjet të cilët ai ka nevojë për t'u lutur Allahun subhanahu wa taala. Dhe gjithë secili në mënyrë specifike i drejtohet Allahut krijuesit gjithësisë me lutje për hallet, problemet, telashet, sakrificat apo mundimet e ditës së tij, ai i lutet Allahut subhanahu wa taala që t'ia zgjidh, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari musliman i cili është i agjërueshëm e ka mundësi në vaktin e iftarit me bëj një lutje që Allahu subhanahu wa taala ja pranon dhe kur nuk ja refuzon atij. Kuptohet, fjala bëhet për lutje të cilat janë të lejuara fetarisht, lutje në të cilat Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lejuar dhe na ka toleruar dhe na ka orientuar që ne t'i bëjmë atë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith tjetër, në kohën e iftarit, para se të hyjë vakti i iftarit, hapen dyert e qiellit. Hapen dyert e qiellit që duat tona, lutjet tona, punë dhe veprat tona të ngrihen tek Allahu subhanahu wa taala dhe ai me mirësinë e tij t'i vlerësoj, t'i shënoj me anë të melajkeve veprat tona që i kemi kryer gjatë ditës, pra duke qenë agjërueshëm, duke kryer një ndër ibadetet më të rëndësishme të Islamit me lidhje me Allahun subhanahu wa taala, midis robit dhe Allahu subhanahu wa taala, sepse siç kemi thënë më herët, agjërimin që e bën besimtari musliman e bën vetëm për Allahu dhe vetëm Allahu e vlerëson atë. Ndërsa për sa i përket kohës së iftarit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari musliman dhe besimtarja muslimane duhet t'i lutet Allahut subhanahu wa taala me lutje të panumërta dhe pa pushim. Sepse është momenti në cilin besimtari musliman është ulur apo po pret iftarin, është momenti ku Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar me melajket e tij që të zbresin tokë dhe të shikojnë se kush prej njerëzve ka agjëruar, kush prej njerëzve po çel iftarin dhe kush prej njerëzve është duke u lutur Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, vaktin e iftarit, edhe kur na kanë ardhur musafir, edhe kur kemi miq, le t'i orientojmë ata që të lutemi përpara Allahut subhanahu wa taala, me lutje dhe dua. Edhe nëse ne jemi ulur në tavolinë, nëse jemi me xhlise të mëdha dhe kemi përpara vetes tonë tavolinën e mbushur me ushqime të bollshme, le t'i ngrejmë duar drejt Allahut subhanahu wa taala. Le t'i lutemi atij para se ta çelim iftarin. Mos e fillojmë iftarin në akşam pa ju lutë Allahu subhanahu wa taala. Mos e harrojmë dhe mos përtojmë t'i ngrejmë duart dhe t'i lutemi Allahu subhanahu wa taala, sepse tradit e popullit ton në periudhën e agjërimit dhe në vaktin e iftarit është që më shumë bëjnë muhabet se sa përpiqen që këtë ibadet kaq të madh, agjërimin ta praktikojnë dhe ta afrojnë më tepër me atë që është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala.
Gjithashtu, Allahu krijuesi i gjithësisë nëpërmjet pejgamberit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na ka orientuar ne besimtarve musliman dhe veçanërisht ata që e falin namazin që në vaktin e iftarit mos me qenë ul ke tavolina. Po në vaktin e iftarit me qenë ul tek sejdja. A sejdja ku besimtari dhe besimtarja edhe ballin tokë dhe i lutet Allahut subhanahu wa taala, duke qenë me duar drejt qiellit, duke qenë me avdes, duke qenë se thirret e zania po hykohet e dur, e çel siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe siç e ka pas tradit vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e çel iftarin me 3 kokra nga hurmat e Arabisë, pi një gotë ujë, është domosdosh me vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara që të falet namazi i akşamit. Dhe veçanërisht kur ne kemi musafir në shtëpi. Veçanërisht kur kemi musafir në shtëpi, duhet me fal sa më shpejt akşamin. Sepse nëse ulemi dhe themi dhe thot populli jon që ulemi dhe hajm shpejt e shpejt iftarin. Po nëse ke musafir do të hash iftarin 30 minuta më e pakta i don që të hahet buka sikur të gjithë jenë vigjilent dhe të jenë mbushur mbi tavolinë. Pastaj do pijet një kafe. Pastaj do prishet avdesi, do merret avdesi, 1 orë e gjysmë kohë kemi midis akşamit dhe yatsis dhe veç kur ja ka arrit vakti i yatsis dhe kaloi dhe akşami. Kjo porosia është veçanërisht për ata që e falin namazin. Por shkon edhe për ata njerëz të cilët nuk e falin rregullisht namazin, në muajin e Ramazanit të paktën përpiqen të jenë të rregullt me namazin. Paktën vaktin e iftarit, le të përpiqen që një punë të mirë që kanë bërë, kanë të uritur gjithë ditën e ditës, ditën e gjatë, kanë qëndruar të etur gjatë ditës, le të përpiqen që në këtë moment të akşamit, në këtë moment që Allahu subhanahu wa taala i pranon lutjet e besimtarit dhe besimtares, le ta bëjnë dhe një punë të mirë. Le ta bëjnë dhe një punë të mirë duke fal namazin e akşamit. 5 minuta kohë i merr besimtarit musliman. Ka agjëruar 18 orë nga syfyri deri në iftar dhe 5 minuta nuk i shpenzon për Allahun subhanahu wa taala, që namazi yt, që agjërimi yt, që lutjet tua, që punë dhe veprat e mirë që ti kesh bërë gjatë ditës të bashkohen të gjithë së bashku natë dhe të shkojnë tek Allahu subhanahu wa taala dhe ti kërkojnë atij falje, mëshirë, të ndërmjetësojnë tek Allahu subhanahu wa taala që hallet e një besimtari dhe besimtarje t'ia zgjidhat natë apo në ditët në vijim. Pra vëllezër të nderuar, le ta kemi parasysh në atë moment që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vjen vakti i iftarit, hapen dyert e qiellit. Ndaloni pak dhe meditoni dhe imagjinoni. Nëse do të ishte hap dera e një mbretërie ose dera e një depoje të madhe, dhe aty kishte pasuri, çfarë të donte njeriu ose çfarë të dëshiroj zemra jote, çfarë do të bëje në ato momente? Do të rrije dhe thoje unë do të pres shkoj në fund, apo do të jesh nga ata që do të hynë të parët në vendin apo në derën e hapur? Allahu subhanahu wa taala na ka hap hambarin e madh, i cili kur nuk mbaron, i cili quhet xhenet. I ka hapur dyert e tij. Kush prej njerëzve po afrohet në të? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend një hadith ku xheneti i lutet Allahu subhanahu wa taala çdo ditë dhe çdo natë: O Allahu i madh, më zbukuro sa më shumë që robërit e tu të vinë dhe të lakmojnë me art e unë. Allahu i ka hap dyert e xhenetit. Allahu i ka hap dyert e qiellit në vaktin e akşamit. Pse mos e përfitojmë këtë mundësi kaq të madhe? Pse të bëhemi koprac ndaj vetes tonë? Pse ne të neglizhojmë një punë kaq të madhe për një sakrificë kaq të gjatë që e bëjmë gjatë ditës? Do me thënë 18 orë sakrificë, 5 minuta ne neglizhojmë. 2 minuta ne neglizhojmë ti ngren duart nga qielli. Pse vllai i nderuar? Pse motër e nderuar ti neglizhon ti lutesh Allahu subhanahu wa taala për problemin që ke në shëndetin tënd? Pse neglizhon ti lutesh Allahu subhanahu wa taala për problemin që ke në familjen tënde? Pse neglizhon ti lutesh Allahu subhanahu wa taala për problemin që ke me djemt dhe vajzat e tua? Pse neglizhon ti lutesh Allahu subhanahu wa taala për problemet që ke me niprit dhe mbesat e tu? Pse neglizhon ti lutesh Allahu subhanahu wa taala për problemet që ke me vllajin, me gruan, me burrin, me të afërmit e tu, me shëndetin, me gjithë problemet e dynjas? Ngrije duart Allahut krijuesit gjithësisë. Ngrije duart Allahut dhe lutju atij. Tregoja sekretet Allahut subhanahu wa taala.
sepse ai kur nuk i tregon sekretet e robëve të tij, por i zgjidh Allahu subhanahu wa taala. Allahu krijuesi i gjithësisë pret prej teje dhe prej meje që në vakt iftarit të ulesh të gjynjëzohesh përpara tij. Me avdes ti jesh i pastër dhe ti thush me zërin tënd të zemrës dhe jo me zërin e gojës. Ti thuash me zërin e zemrës: o Allahu i madh, o ti që fal dhe ti që më shëron, më fal mua, më shëro mua, më jep lumturi në jetën e kësaj dynjaje. Ti thuash Allahut krijuesit gjithësisë: o Allah, nëse je e sëmur apo i sëmur, o Allahu i madh, kam sëmundje në trupin tim, ma largohet. Allahu i bin belat, ai i largon belat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka as një smundje që e sjell Allahu në tokë dhe të mos i ke sjell asaj ilaçin. Pra Allahu e sjell sëmundjen, ai e ngren. Sa njerëz i lajmëron mjekët në spital që filani ka kaq ditë umër, kaq ore, kaq saat, vitet e tëra dhe ai vazhdon të jetojë gjallë sepse Allahu subhanahu wa taala ka në dorë çdo gjë. Vllai i nderuar dhe më të respektuar, nëse ke problem me fëmijët e tu, ngrije duart Allahut mos për to. Lutju atij në vaktin e iftarit, në vaktin që Allahu subhanahu wa taala i ka hap dyert e qiellit, dhe mos ju anko shokut, mikut, të afërmit tënd. Ankohu vetëm Allahut krijuesit gjithësisë. Thuaj Allahut, çaj hallin Allahut. Çaj hallin atij i cili solli në tokë të vetëm. Të krijojnë mitrën e nënës, që ndrove në errësirave 9 muaj, të nxorrin dritë dhe njetë, të mundsoj të jetosh të bëhesh burr apo të bëhesh grua, të dha mundësinë të bëhesh i pasur, të jetosh i lumtur. Nëse nuk ja ke dhënë hakun Allahut krijuesit gjithësisë, ai të sprovon në jetën e kësaj dynjaje që ti të kujtohesh dhe të bish mend që Allahu subhanahu wa taala ta ka sjell diçka sa ai të donte. Sepse Allahu të don vllai nderuar. Sepse Allahu të don motër e nderuar të sjell belan që ti t'i ngresh duart nga qielli, ti lutesh atij dhe ai t'i fali gjunahet, ti rregulloj hallet dhe problemet e tua. Pra duke dashur që ta mbyllim këtu, e lusim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsojë që në vakt iftarit duart t'i ngrejmë drejt qiellit. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë të lehtë që duat tona që i bëjmë vakt iftarit kabull të na i bëj. E lusim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta që namazin ton që e falim inshallah për Allahun, Allahu kabull të na bëj. E lusim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta që agjërimin ton që e agjërojmë për hatër të Allahut, Allahu kabull të na bëj. E lusim Allahun subhanahu wa taala që ditët që agjërojmë për Allahun, Allahu të na largoj fytyrën ton, trupin ton nga zjarri i xhehenemit siç ka premtuar ai. E lusim Allahun subhanahu wa taala sonte në këtë natë, e cila është natë e agjërimit Ramazanit, është natë që ka kaluar dhe ka mbaruar dita e xuma, është natë në cilin Allahu subhanahu wa taala i ka zbrit me lajket e tij në tokë, të vdekurit tanë që i kemi në varre, Allahu t'i falet i mëshiroj. E lusim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta, që ditën që do të largohemi nga kjo dynja, Allahu të na marrë shpirtin me iman, duke thënë dhe duke deklaruar ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحياة وتلك المشاهد